kemi një Kosovë vogël, dhe si të tillë, edhe të kemë shprapstinë dhe ndarje, nuk na çon askund. Unë i ftoj gjithë partitë politike të bëhemi ne. Pa dallim. Pa dallim fare. Në përjashtim listës sërbe, të tamë shtë me zemër, cilët edhe pse ne dashtëm se lëvizje vendosur që të hekum listën sërbe, që mos të ketë mundësinë me kandiduar, të tjerët e votuan pra dhe sot e kemi listën sërbe që dirigjohet nga Beogradi. Po i ban thirrje edhe opozitës? Edhe Beogradin nuk e kisha pas dëshirë, se kam dëshirë fare heq, dhe zota kam dëshirë asnjëherë që tundet në Parlamentin e Kosovës. Sërbet që jetojnë në Kosovë kanë të drejtat të përbashkëta si kur gjithë ne. Por jo me pas kokën në Beograd dhe trupin në Prishtinë. Por të mendojnë mirë se ku jetojnë dhe për çka ata janë vendosur atë për të quar interesin e gjithë qytetarëve, pavarësisht cilët nacionalitet të para. Dhe mos të merren me dirigimin nga Serbia. E unë nuk kisha pas dëshirë, as kam dëshirë, që ndodhë një gjë e tillë e cila mundet të jenë ata vendimtarë për gjërat cilat neve i kemi në projektet tona, edhe cilat mundu me pas probleme në të ardhmen. Kështu që lista sërbe për mua, derisa e ka kokën në Beograd, për mua është parti cila nuk vjen shpreje që të bëjmë koalicion me ta. E nëse ju imponohet, ju vinë numrat, a do të bani? Kur për jetë. Ne mundë me shku zjedha 20 herë, po foli personale, edhe duke i njoftë ma heret. Duke i njoftë edhe njerëzit që janë në VV, sidomos kryeministrin e vendit, unë jam i bindur që aja nuk ndodh, as nuk ka ndodh asnjëherë në jetë. Nëse se formoni ju qeverin, opozita kënej përrin një kam, për thët, tashna. A nështë si vje shanza heq? Let fillojnë. Tu prit në hije. Let fillojnë. Dhua? Let fillojnë. E mirë, që ki farë peshkimi deputetve, që po thujnë? A binë deputet në grepa, shka bëhat? Qërë deputetët e kanë të drejtën të lëvizin ku dëshirojnë ata, sepse populli ka votuar sovran. Populli sovran e ka votuar dhe si të tillë, ne nuk ka lidhje se cilën listë i hije si deputet. I hije si në garë. Para popullit ka votuar dhe populli është i këtij vendi. Kështu që nuk është peshkem, sikur që e thojnë këta. Po thojnë peshkem ta. Po është ne vullneti tina ne vullneti sinqert për të quar proceset përpara në kohën e duar dhe në momentin e duar. Dhe unë mendoj se çdo deputet që e përkra ai që ka marrë më shumë të në emër të popullit dhe nga populli duhet përkra. Dhe kjo është normale dhe askush nuk mundet me dënuar ata pse u dol prej asaj partie, u hiq parti. Ne kemi shumë deputetë që kanë lëviz për partive, por edhe pse u shku në atë parti, u votua pej qytetarëve dhe ka marrë votë përsëri. Edhe s'ka rëndësi tek mamroma ku ta këshësh në fund shqiptar janë, si ata një. U vendi është i të gjithëve. I të gjithë tempulli dije. Ai është institucioni më i lartë i Shtetit të Republikës Kosovës. Duhet. Dhe si të tillë duhet me dhënë kontributin, jo të jesh partjak. E që këtë deklarata e Fatme Limes. Qysh e shetë që deklaratë se ju qunë mediat krejt? A ke drejt, a e shtramun pak deklaratën? A ka mërmoni u kon shtram të e qitë? Unë në Fatmirin e qmaj, mas pari për luftën që ka zhvilluar, dhe qmaj se është vetvetja, unë njerës që janë vetvetja i duashëm, pavarësisht se a do të jetë lëvizja, do të jetë, aja është problem që mund të trajtohe në më vonë, por si njëri e qmaj, dhe unë mendoj se
ai ka dhënë një kontribut më parë për bashkim dhe mbështetje pa dallim. Unë kam një hori që ai është në gjendje të përkro lëvizjen vendosë pas një pushtet. Pas një kusht. As një kusht. Për të quar proceset të cilat ai mendon se është në të marrë të vendit dhe për të mirë në vendit. Dhe unë e vlerësoj pozitiv dhe falenderoj që e ka pas atë guxim, po dhe atë bindje të thellë në shpirtin e vetë për të bërë të mirën e vendit. Dhe se cili për neve duhet të jetë i tillë. Për arsye se ne jemi zgjedhur për të quar mbar punën e mbar për vendin tonë. Proceset me që përpara. Dhe ai që neglizhon dhe disa dhe e akuzojnë është gabim total. Edhe nuk kanë të drejt dikush të gjykon dikon për një qëndrim të cilën është në të mirë të vendit. Kurse këta të cilët janë me kokën në Beograd përgdhelen për disa analistave tonë maksimalisht gjë se ata janë njerëz më të fuqishëm dhe më shumë të jetojnë në Kosovë. Kjo është një torpë i madh që po ndodh. Ai cili thotë se kur është çështja e Republikës Kosovës për të mirën e saj, unë nuk një parti politike, po do të jam aty ball. Ata sulmohen nga çarqe të ndryshme, ose partijake, ose njerëz që të kanë interesin, sidomos disa analistat të cilat janë për mu banalista. Banalista? Banalista shumë mëdhej. Është orë koha që në vendin tonë tjetë një grup i unitetit. Mu po bashkë breton agim një herë për gjithmonë mi që të procese për para. Po uniteti është për shembull kur të kishte 42%, është një unitet atë i përbashkët. Po. Dhe si të tillë çdo kusht i bashkangjitet unitetit është mirë. Po. Dhe ne jemi të gatshëm të vazhdojmë këtë qeveri pas e probleme dhe mendoj se është qeveria më e mirë që ka ndodhur ndonjëherë në historinë pas luftës së këndej. A i pritni opozitën ta kemi dosh me orë? Pse jo? Ne jemi Tapën. Tapër për secilin, ne jemi tapër të bisedojmë me secilin, asnjë problem se kemi, por për vendime, marrë me vendime, ata të cilët janë balta gjakut. Po, baltë, veni si unë e qështu. Unë e ku marrë vendime, po marrë vendime e qështu. Qysh i kem raportet, unë nuk e di, po në televizion dikush, po mi thot dikush në rësh, raportet me Ameriken. Se po thonë, jenë ftov, ka pak e jenë mërdhinje, a i kem një reagim qysh i kena pos hanedan, babe babgjesh. Qysh mendoni jo? Që me konë dikush kundër Amerikës dhe mund me konë qeveri? Qa përshe? Asnjëherë. Po thu s'kish mujt me nej që... Kur asnjëherë. Qa? Asnjëherë. Atë e në gjendje, kur është interesi Amerikan. Janë gjendje edhe e kryetarin e shtetit me likvidua. Sikur që ka ndodhur, jo din. Se jo me lënë një kryeministër që i qartë matematikat e Bashkimit Evropian apo Shtetit Bashkuar Amerikës. Po këto janë fjala të cilat ata që e thënë këta, është i tërë për ta, pas si njeri, pa ndërgjegje, por edhe mendoj se janë të paguar bukur fuqishëm nga çarqet të cilat janë kundër interesit të popullit shqiptar. Vinin nga i njëjti qytet. Qysh është punën e kryetarit aktual, Bedri Hamzës? Unë kur e kam dorëzuar postën Bedris, kam net 1-2 orë e më shumë ulën me ta. Keni pi qaj? S'kemi pi qaj, po kemi biseduar për projektet cilat i kom pasë në ndërmend, dhe i kom lanë gjysi duke ja shpjeguar, por duke ja shpjeguar edhe pak rrjedhën e ngjarjeve politike cilat kanë ndodhur gjatë këtyre 2 mandateve të mia, të cilat isha edhe në Bruxelles edhe me shumë
njerëz të fuqishëm botëror, për arsye se ti është në atë kohë. E kam fjalën për 2013-ën. Kryetari i Mitrovicës është shumë ma shumë se ti është kryetar. Për arsye se vetë rrjedhja e ngjarjeve pas sigurisë dhe sigurisë ka qenë që lidhen me to dhe shumë ambasador të cilët janë në Kosovë, kanë qenë të unë, thuja të gjithë, jo kanë herë, po ka shumë herë, por edhe përfaqësues të KFOR-it, jo vetëm që në Kosovë, po edhe jashtë saj, edhe më kanë njoftuar për gjithë shka që është pjesa e sigurisë së vendit dhe cila është ideja për të zgjidhur këtë problem. Kështu që ja kam shpjeguar dhe për punën e tij unë nuk flasin qytetarë,